Këtu ndodhemi në Shkallur, kemi ardhur më këtë shtëpinë këtu, është shtëpi 2 katëshe, pra sipërfaqja është 520 m2 tokë truall, e cila disponon çdo dokument hipotekor, ka ndërtim 270 m2. Shikoj pak Gjoni, këtu është organizuar me kati parë, është për 2 makina ka garazhi, pra garazhi fut 2 makina mrena. Dhe është me 2 dhoma gjumi dhe 1 korridor i vogël. Kështu që tani ndodhemi në Shkallnur, jemi lagjen më të bukur që ka Shkallnuri, largësia nga rruga 200 metra, nga rruga Plepa në Roq, largësia nga deti jo më tepër sa 300 metra, pra jemi 300-400 metra, po themi shumë larg detit. Është veni më i bukur, rruga është e shtrume, është çdo gjë me infrastrukturë, korrent, internet, ujë 24 orë. Investorin sigurt na ndiqni videon, sepse do ju prezantoj direkt katin e dytë, dakord? Hajt keqen. Tere kjo është për 2 familje, se ka 2 palë shkallë. Një shkallë futet tek kati i dytë, një del nëse nese pas testave për katin tretë ose futesh në katin e parë. Tu afrim ka dhe i shtëpi me ujë 24 orë, përveç simit e shtetit. Me 2 porta. Aty tregojmë pak katin e dytë. Ai tregojmë pak afrim katin e dytë, shumë bukur. Atëherë, tu ka shkallë veçantë me del katë dytë. E ka bërë me 2 palë shkallë të tërita. Këto kemi shkallat që futim direkt nga kati i dytë. Shkallë me pëmi nga xheti. Se s'kjo bërë e sistemuar. Me base. Kati i dytë është i montuar. Kur futim në brenda kemi salonin. Dhomë ndenjet, kuzhina e gatimit, ajo dera e thjeshtë del nga shkallet me raport, 2 dhomat e gjumit e ndaja. Shikoj njëra në dhomë afrim. Pra është 3 pisnish kjo. Kati 2 afrim me 3 pisnish. Kemi dhomën tjetër këtu. Zotëria marrëdhimi gurë, ja, ka ka punime gurë. Tu dhe këto harësit janë lekë të si ka helë. Pra ne zotëria kërkon 190.000 euro për këtë kohë. Pra, 190.000 euro direkt për balë noterit. Direkt. Dhe gjamë dokumenta. Direkt për balë noterit, 190.000 euro, do t'ja lem shpinë këtu shisosh. Kati parë kanë 2 dhoma, ka një bëjë për regullimin për kati parë. Po, ju përshëndesim. Ju përshëndesin, jeni të mrekullueshëm.